Drejtori shoqatës së fëmijëve me paralizë dhe atyre me aftësi të kufizuara, me cilin do të flasim për sfidat e përditshme me cilat përballet ky komunitet, paragjykimet dhe mungesën e përfshirjes në jetën shoqërore. Mirëmëngjes zotëri Vitia dhe shumë faleminderit që je sot pjesë e emisionit tonë. Shumë kënaqësi që të kemi pjesë dhe që kemi diskutuar për një temë mjaft të ndjeshme, edhe duke e ditë që këta fëmijë kanë sfida dhe përballen çdo ditë me sfida. Na trego se cilat janë sfidat kryesore me të cilat këta fëmijë përballen çdo ditë. Po, siç e dim në Kosovë paragjykimet kanë qenë shumë problemi i madh për kyçjen e këtyre fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara në jetën shoqërore dhe në shkollim, në punësim, në gjitha sferat e jetës. Po, a ka përmirësime në infrastrukturën e përshtatshme për këtë komunitet edhe apo vazhdon të jetë një problem i madh? Po, thënë të drejtën, çështja tash është pak më e mirë se që ka qenë para luftës dhe me njëra mas luftës kanë filluar të vëdësohen edhe qytetarët, edhe institucionet, se barierat kanë qenë problemi më i madh në kyçjen e këtyre personave, në shkollim, në shëndetësi, në punësim, në gjitha aspektet e jetës. Po, si është situata me qasjen me trajtimet mjekësore të specializuara? Po problemi edhe këtu qëndron një problemi i madh se ka shumë sfida, shumë probleme të këta persona, duhet të jenë edhe mjekimi në dosenet specializume, kuadra për këto kategori themi që nuk janë duhet ende të punohet këto aspekte. Pra, edhe pse jemi në vitin 2025, ende ka shumë punë dhe ende nuk janë kushtet e duhura për këta fëmijë edhe këta persona me aftësi të kufizuara. Problem është edhe kyçja e këtyne duhet të jenë shkollat e klasë të bashkangjitura, kuadri mungon që është i profilizuar për këta persona, po nuk mund me thonë që nuk kemi të kënaqur, po duhet punohet më shumë për këtë kategori, se një pjesë e këtyre fëmijëve kanë mbetë jashtë bankave shkollore, jashtë qasjes në institucione, në punë, në sport, aktivitete kulturore, në këto të gjitha aspektet. Po çka mendon ti se duhet me ndryshu në vendin tonë dhe çka duhet me ofru më shumë këtyre fëmijëve? Po, në vendin tonë duhet të njëra përgjithmonë të vëdësohemi, se edhe kjo shoqëri janë pjesë e jona, duhet të mobilizohem edhe institucionet, po dhe familja që të keni përkohje më të madhe, si në shkollim, si në infrastrukturë, sidomos shumë objekte tona ende janë me ndërtim jo të përshtatshëm për qasje, nuk ka qasje në institucione, nuk ka qasje në spitale, në ambulanta të ndryshme, ende mungon qasja për këta persona. Po, a ka mjaftueshëm qendra të rehabilitimit edhe specialist për t'i ndihmuar këta fëmijë? Jo, se... Po, mundesh me vazhdu, na fal. Qasje, institucione, qerdha fëmijëve, këto mungojnë, ende duhet të bëhen edhe shumë kapacitete të tjera, se në vendet rurale mungojnë qerdhat, mungojnë shkollat, mungojnë qasja deri te shkolla, transporti adekuat për këta persona, është ende është pa mjaftueshme. Po, a merr ky komunitet mbështetje të mjaftueshme psikosociale edhe çfarë ndikimi ka në cilësinë e jetës së tyre kjo mbështetje? Po, tash me krahasu kohën e para luftës ka qenë shumë ma vështirë, me ka po paragjykimet ma shumë, tash kohën e fundit kanë filluar edhe institucionet, edhe shkollat, edhe të gjitha që të përkohen ma shumë. Na i falenderojmë të gjitha institucionet, drejtoriatet e shëndetësisë, komunës Prishtinës, sidomos edhe shumë tjera që na ndihmojnë me aktivitete, me financa, me të gjitha, por nuk janë të mjaftueshme. Kishim dashur që me na ndihmu edhe më shumë.
Po cilat janë aktivitetet kryesore që shoqata e fëmijëve me paralizë dhe me aftësi të kufizuara zhvillon për me i ndihmu këta fëmijë dhe këtë komunitet? Po na si shoqat jemi të organizuara që të bëjmë ato ushtrimet psikosociale, fizioterapinë, mjekimin intenziv, pajisjet, mirëbojtje dhe furnizimin me pajisje ortopedike, sanitare, të pajisjet lëvizje, të cilat i përdorin, por si dihet na në Kosovë na nuk kemi ndonjë fabrikë për prodhimin e këtyre pajisjeve lëvizje, këto na i mundsojnë donator të jashtëm, donator lokal, kështu që deri tash kemi rri deri dikon me furnizu këta persona me këto mjetë ortopedike. A ka ndonjë iniciativë ose ndonjë projekt që e organizoni për ndihmën ndaj këtyre fëmijëve? Po na me shumë aktivitete, me shumë treza, me shumë takime të dëshme, kemi punu me familje, me fëmijë me aftësi të kufizuar, me institucione që të qelen disa qendra ditore ku mund me kalu aktivitetet të lira ose qëndrimin ditor, që është problem shumica e fëmijëve prind ju punojnë, nuk ka qerdha ku mund të kalu ditën. Problemin madhën e kemi në këtë aspekt që të mujna me qele dhe disa qendra që tash popullsia është e rritur, prind punojnë gjithve e kam problem me u kujdes për ata fëmijë. Kështu që qendrat ditore kishin me ju ndihmu dhe prindve, po dhe fëmijëve vetë, edhe gjithë. Po, pra kishin edhe një lehtësim edhe për prindrit. Për prindrit, për gjithë. Po, a ka ndonjë histori suksesi që kështë dashtë me nda me neve që do një fëmijë ose familje ka përfitu nga mbështetja e shoqatës? Po, na kemi posë shumë trajnime për me këta fëmijë dhe me një kategori pak më të rritur, kemi punësu shumë njerëz, kemi qune për shkolla, janë të viju shkollimin, disa kanë kryer dhe fakultetet, na jemi të kënaqur me këto, po jo sa duhet. Po si ju bën juve personalisht me u ndjek kjo pjesa kur ju ndihmoni edhe kur mundeni me i punësu, me i shkollu këta fëmijë? Po, qëre, krejt kjo është me angazhimin edhe me kohën të cilën e ke kalu me këta njerëz. Une i kam 3 dekada që punoj këtë sektorin e aftësisë të kufizuar, e çdo ndihmës ose çdo shkollim ose çdo punësim e një personi, unë ndi vetë të kënaqur, edhe jam i kënaqur që kam rrinë sukses me largu një fëmijë për shembull nga rruga ose me punësu me ja zgjidh çështjen e jetës. Kjo është Po, pra, shumë knatësia me madhe. Sa është rëndësishme ndërgjegjësimi i shoqërisë për këtë çështje edhe si mund të bëhet më shumë në këtë drejtim për me ndërgjegjësu njerëzit? Po, drejtëm me të hanë kohën e fundit që në vedisu njerëzit shumë, se përpara kanë qenë disa paragjykime, se ajo familje që ka një person më aftësi të kufizuar, nuk është ka qenë ai sistemi patriarkal që nuk mund të i jesën fëmijë tjerë pa qasje, pa patriarkale, jo si lypnuse kush për djalë, ose jep, këto që të paragjykime që kanë qenë shumë të rauna. Po sot, cilat janë paragjykimet më të shpeshta që këta njerëz përballen? Po paragjykimet kanë fillu më zhdu gjatë kohës, tash paragjykimi më i madh është që nuk njerëzit kanë nisë në përdo shoqëri mu vëgjësue, me i afru fëmijën në për shkolla, në për qerë, se ma heret ke posë shumë vështërsi me që fëmijën ma fështit kufizume në për shkolla të regullta. Se i logaritin që këta janë njerëz që s'kanë mundësi, po nuk e din që janë shumë aktiv, janë shumë për punën që jepe, janë për sosën, po derisa të marrin e shofin, atëherë bindën që edhe këta mund të punojnë. Po, nga të regoj se cilat janë synimet e shoqatës në të ardhmen dhe ka projekte të reja që i keni në plan? Synimet e shoqatës janë që të zgjerohet stafi i shoqatës në gjitha komunat. Na kemi qastë në për gjitha komunat, por janë me numër të vogël, po shkaku i buxhetit edhe shkaku i infrastrukturës edhe
vendeve që 23 vite punojmë, ende nuk kena një zyre ku mund të kryjmë aktivitetet ose një qendër ku mujna me këtyre shërbimet fizioterapi, psikosociale, shërbimet mjekësore, ende na shkojmë në për shtëpi të familjeve i kryjmë këto shërbime. S'kemi një vend ku mujmë me pas një adres ta ku mujna me kryjë këto shërbime. Kemi bo kërkesa në për institucione, në për të gjitha. Po që ende nuk kërë marë parasysh. Po ende, së di tash, po na neglizhojnë, as ka është pyte, veç kemi probleme më shumëte për objekte, sidomos për aktivitete për takmi, për aktivitete sportive, aktivitetet ndryshme, në i kursme, në i... To, këtë janë... Edhe krejt këto janë në munges. Po, këtë janë munges. Shumica janë. Shpresoni që më u realizu. Po, ma mërmenja se tash kemi njës me u vedjesua edhe kemi njës me i po gjera qysh po shkojnë. Dash zoti edhe institucionet edhe na kërkojmë për të gjithve edhe firma private edhe njës vëllnet mirë që të na ndihmojnë që kjo kategori e popullatës është ma e diskriminuar në Kosovë. Kisha dasht me apelu të gjithë mrena mundësive me ndihmu këtyre njerëzve. Edhe për fond një mesazh për gjithë institucionet edhe për shoqërinë në përgjithësi lidhur me përmirësimin e kushteve për këta fëmijë edhe pse ti veç e the. Po drejtë me thonë janë ligjet që janë të aprovume për këto kategori njerëzish. Për shembull, çdo kompani ose institucion shtetëror që i ka të punësuar 50 punëtor, me ligj është e parapohme me marrë dhe një person me aftësi të kufizuar. Po ligjet janë aprovuar, po nuk realizohen të na ende kisha Në disa vende ka që i kanë marrë në punë. Ka lëvizje, po, disa vende ka lëvizje. Po në shumicën e vendeve, jo. Jo. E kisha dash që këto kur gjë të spodojnë, veç me përfill që të ligje që ka janë me hinë veprim se ka njerë që kanë kry shkollan, ka njerë që janë taftë për punë, edhe së është me aftësi të kufizuar, ka inteligencë, ka mundësimi kry shumë punë, e kësha dash që këto për shembull këto ose këto firmat private, ose institucionet, veç me përfill ligjin kur gjë të më shumë. Faleminderit shumë, faleminderit për krejt informacionet, për mesazhet edhe që sot ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për ftesën. Shumë knatësi. E tani të dashur shikues, rrjedhën e emisionit po e vazhdojmë duke ju ftuar të ndjekim kronikën e realizuar nga gazetari jonë Eren Zhuzhi për ndotjen akustike në vend.